كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح دجاه كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe dërgojmë salavat dhe selame mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, vazhdojmë me derset në lëndën e sirës, gjithsesi jetë përshkrimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kemi arritur deri tek marrëveshja që quhet Hilful Fudul. Marrëveshja që quhet Hilful Fudul, dhe kjo është një marrëveshje që kishte ndodhur që në kohën e xahilietit. Mirë po, ajo që është më rëndësi janë fjalët që i tha për të pejgamberi alayhis salam pastaj, pasi që i u zbriti shpallja dhe lavdrimi që ja bëri kësaj marrëveshje, pasi që kishte pra në të hajër edhe pse ishte prej veprave të xahilietit. Shkaku i kësaj marrëveshjes, siç e cekin dietarët e sirës, është se një njeri prej kabilës Zubejt nga Jemeni erdh në Mekë dhe kishte mall me vete. Dhe këtë mall ai ja shiti El As ibn Wail es-Sahmi. Ja shiti mallin, ja dha mallin dhe u morën vesh. Mirë po, El As ibn Wail es-Sahmi refuzoi që t'ja jep parat, sepse ishte në vendin e vet, kurse ky ka ardhur prej vend të largët, prej Jemeni. Ndoshta edhe ka qenë në gjendje të vështirë dhe pra është mashtruar sa që ka refuzuar që t'ja jep parat. Dhe është shtir kinse nuk e njeh. Ky i thotë ej bën marrëveshje, më the se do të më japish parat më vonë. Ai i thotë nuk njoh unë, se di kush jeti. Edhe shkoi ky njeri prej Jemeni, shkoi te disa tubimet kurejshve ku tuboheshin në Qabe aty dhe diskutonin çështjet e udhëheqësisë të Mekës, çështjet e Qabes. Shkoi ky njeri dhe u ankua te disa prej tyre, disa që i gjet aty u ankua tek ata. Mirë po, kjo ankesë e tij dol pa rezultat. Në fillim dol pa rezultat. Atëherë ai deshti që ta përdor një metodë tjetër dhe t'i turproi kurejshët, ata të cilët e kishin udhëheqësinë e Mekës dhe udhëheqësinë e Qabes, vendit më të shenjtë. Andaj hypi në një kodër dhe bërtiti me zot lart, kurejshët më kanë bë zullum. Atëherë u tubuan njerëzit, i thamë pse të kanë bërë zullum, po që ky filan personi më bëri zullum, mirë po këta nuk më ndihmojnë. Do të thonë zullumi i tyre është se nuk i ndihmuan kundër zullumqarit. Atëherë u tubuan një pjesë e kurejshve që janë Benu Hashim, një deg e fisit kurejsh, Benu Hashim, dhe kjo është dega e familjes të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Benu Taim ibn Murra. Pra këto dy fise u tubuan të shtëpia e Abdullah ibn Gjud'anit. Andaj e treguan këtë rast që ka ndodhur dhe u morën vesh që më prej tash e tutje asnjë fis dhe asnjë individ i cili vjen në Mekë nuk guxon që t'i bëhet zullum. Dhe nëse ndonjë individ prej nesh i bën zullum atij, atëherë zullumi do t'i kthehet. U morën vesh dhe u besatuan pra, ndërsa këta tjerët që nuk u morën vesh dhe nuk deshtën t'i ndihmojnë këtij zullumqari, këtij të bërit zullum që i kanë bërë zullum, dhe nuk deshën që t'ja kthejnë hakun prej atij zullumqarit, ata këtë marrëveshje e quajtën Hilful Fudul. Hilful Fudul, që do të thotë marrëveshja e çështjeve jo shumë të rëndësishme. Se fadel në gjuhën arabe, fadel i thojnë asaj që ngel. Nëse ushqehesh, ajo që ngel prej ushqimit quhet fadlut taam. Nëse pin ujë, ajo që ngel prej ujit quhet fadlul ma, kështu me radhë. Pra, diçka që ka ngelur, diçka që nuk është e rëndësishme dhe esenciale.
Këta tjerët pra kryeneqet, këta që nuk deshtën të marrin pjesë në këtë marrëveshje, e quajtën me këtë emër Hilful Fudul, marrëveshja e gjërave jo shumë të rëndësishme me një fjalë, apo gjërave që kanë ngelur dhe nuk janë shumë me rëndësi. Për njerëzve që prezantuan, dhe kjo është ajo që na intereson neve, në këtë marrëveshje është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton Ibn Kathiri dhe Muhammed ibn Shubha dhe të tjerë me zinxhir të sakt, të cilin edhe Sheikhul Albani e ka bërë sahih, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Laqad shahidtu bidar Abdullah ibn Jud'an hilfan ma uhibbu an li fihi humurun ni'am walau du'itu limithlihi fil Islam la ajabt." Thot pejgamberi alayhis salam, kam prezantuar te shtëpia e Abdullah ibn Jud'anit një marrëveshje dhe një besatim, për të cilin nuk dëshiroj që ta zaventësoj me pasurinë më të vlefshme që ekziston për arabët, e që ishte el humurun ni'am, pra devet e kuqe, gjithsesi mjeti udhëtues më luksos në atë kohë, devet që ishin më të shtrenjta dhe më të mira. Pejgamberi alayhis salam thot, sikur të më ipe një tufë e madhe e deveve, një pasuri e madhe, pra nuk do të doja që ta zaventësoj me këtë marrëveshje në të cilën kam marrë pjesë. Dhe thot, sikur të thirresha në një marrëveshje të njëjtë sikur kjo, edhe në Islam do t'i përgjigjeja kësaj marrëveshjeje. Pra ka qenë marrëveshje e hajrit, sepse janë besatuar se nuk do ta lënë asnjë njeri të cilit i është bërë zullum pa ia kthyer hakun. Kjo është pra në pikat shkurtra kapitulli i parë për cilën e kemi për qëllim të flasim sot, pra marrëveshja Hilful Fudul. Dhe tash, si zakonisht, do të ndalemi në disa pika në lidhje me dobit që i nxjerrim prej kësaj që e përmendëm në pikat e shkurtra. Pika e parë që e kanë përmendur dietarët si dobi që nxirret prej kësaj marrëveshjeje dhe prej këtyre fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se muslimani duhet të jetë i drejtë edhe me armikun e tij. Pejgamberi alayhis salam kur i ka thënë këto fjalë, ka qenë në armiqësi të ashpër me kurejshët. Ka pas armiqësi shumë të lartë mes tij dhe kurejshëve. Ka ndodhur luftra mes atyre dyve, mes tyre dy grupeve. Ka pas të vdekur, të plagosur e kështu me radhë. Armiqësia ka qenë në kulm, pra. Mirë po pejgamberi alayhis salam po i kujton disa çaste pozitive të xahilietit dhe të patyre kurejshëve, armiqve të tij. Dhe po thot se kjo vepër, edhe pse ka dalë prej tyre, me të vërtetë është vepër e drejtë, për të cilën sikur të thirresha edhe në Islam, padyshim se do të merrja pjesë, sepse është vepër e drejtë dhe muslimani pra është i tillë që merr pjesë në drejtësi, po qoftë edhe nëse organizohet prej atyre që nuk janë prej grupit të tij. Pejgamberi alayhis salam po ashtu që tregon këtë se i ka pranuar gjërat e mira që janë prej xahilietit, nuk i ka mohuar 100% të gjitha traditat që kanë qenë xahilet, sepse kemi potencuar më herët se shumë gjëra arabëve u kishin ngelur prej babait të tyre Ibrahimit alayhis salam dhe Ismailit alayhis salam. Shumë gjëra pozitive kishin mbetur tek ata. Andaj pejgamberi alayhis salam ato që janë pozitive i la aty. Madje i përmirësoj edhe më shumë. Andaj thot pejgamberi alayhis salam në hadithin sahih, thot inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Thot un jam dërguar që ti plotësoj virtytet e larta, që ti plotësoj, ka thënë pejgamberi alayhis salam. E nuk ka thënë që ti mbjelli ato tek njerëzit, sepse njerëzit kishin disa virtyte të mira sa i përket mirësjelljes, edhe pse ishin shirk, i kishin disa anë pozitive. Edhe pejgamberi alayhis salam prej drejtësisë së tij nuk i mohoi këto anë, nuk tha se këta janë 100% të poshtër dhe të këqij, po tha kët e kanë pozitive. Kjo marrëveshje që ka ndodhur me të vërtetë e përkujtoi pejgamberi alayhis salam si diçka pozitive, si një vepër për të cilën tha sikur edhe në Islam të thirrem, unë do t'i përgjigjem.
Dhe kjo është ajo me të cilën na këshillon Allahu subhanahu wa taala dhe na urdhëron duke thënë ja ayyuhalladhina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada'a lillah. O ju që keni besuar, bëhuni të drejtë dhe dëshmitar të drejtë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Prej rasteve që tregojnë këtë drejtësi të pejgamberit alayhis salam, po qoftë edhe me armiqtë e tij dhe me ata të cilët e kundërshtonin dhe armiqsonin, është hadithi të cilin e transmeton Nesaiu me zinxhir të saktë nga Kutejla radiallahu anhu se disa jehudi erdhën te pejgamberi alayhis salam dhe i thanë: me të vërtet disa prej juve bëjnë shirk. Pejgamberi alayhis salam i tha: pse mendoni ju ashtu? Po tha: kemi dëgjuar disa prej muslimanëve duke thënë masha Allahu e shet. Çka dëshiron Allahu dhe dëshiron ti ja Rasulullah. Po ashtu kemi dëgjuar disa prej muslimanëve duke thënë wal Kabe, pasha Qaben. Pra dy gjëra, dy fjalë të cilat janë fjalë lehta në shikim të parë, nuk janë shumë të mëdha, mirë po jehudit i patën si kundërshtim, pra si vërejtje për muslimanët. Edhe pejgamberi alayhis salam i pranoi dhe tha: ata të cilët prej juve, o ju musliman, deri tash e keni përdorur këtë fjalë wal Kabe, zaventsojeni me një fjalë tjetër e që është wa rabbil Kabe, pasha Zotin e Qabes, e jo pasha Qaben. Dhe tha: mos u betoni në askën tjetër pos në Allahun subhanahu wa taala. Pra pejgamberi alayhis salam e pranoi këtë vërejtje për disa musliman që kishin ata jehudi. Paramendo pra drejtësinë dhe virtytin e lartë të pejgamberit alayhis salam, moralin e lartë. Nuk tha pse ju jeni armiq e tash ta gënjej dhe thot nuk është e vërtetë. Nuk tha nuk është e vërtetë vetëm pse kjo i erdh prej armiqve të tij. E po ashtu shkoi edhe më tej, derisa edhe i përmirësoi këtë gabim nga disa prej muslimanëve të cilët janë po dyshim të arsyetuar, sepse nuk e dinin se kjo është gabim. Thot e Sheikh Sulejman ibn Abdullahi rahimahullah, thot duke sqaruar dobit që nxiren prej këtij hadithi, thot dhe prej dobive të këtij hadithi është kabulul haq mimman jaa bihi wa in kana aduwan mukhalifan fi din. Prej dobive të këtij hadithi është ta pranosh të vërtetën prej atij që ta sjell, po qoftë edhe nëse është armik i hapur i joti. Pranoje të vërtetën. Vllai dashur, pranoje të vërtetën, edhe nëse ta thot një armik, edhe nëse vjen prej ignorantëve, edhe nëse vjen prej atyre që janë armiq të kësaj feje, e vërteta pranohet, sepse muslimani nuk është asnjëherë në kundërshtim me të drejtën dhe me të vërtetën. Dhe nëse ndodh për shembull ndonjëherë, ndodh kjo, mund që një besimtar të ofendojë dikën që është më i dobët në fe, apo ta rëndoj me ndonjë fjalë, ndonjëherë me lojë, ndonjëherë qëllimisht, ndodh, dhe ai të ta tërheq vërejtjen të thotë më rëndove me këtë fjalë, apo e teprove me këtë fjalë. Pranoje të vërtetën dhe thuaj më fal, nuk ka asgjë të keqe këtu. Kjo është moral i njerëzve të lartë. Dhe thuaj ma bën halal, edhe nëse ai është më në grad më të ulët se ti, edhe nëse është në mosh më të re se ti, edhe nëse është në fe më i dobët se ti. Pranoje të vërtetën, përderisa është vërtetuar se fjala e tij është hak, pranoje edhe prej tij. Andaj është pyetur Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymini rahimahullah, është pyetur çka mendoni për një njeri i cili kur mundohet ta vlerësojë një person, dhe kjo është një pyetje shumë me rëndësi, sepse shumë njerëz kanë rënë në ekstrem në këtë çështje. Është pyetur Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, fekihu njohuesi më i madh i fikhut për shekullin që kaloi. Pra në fik ka qenë një prej njohësve më të mëdhej, ndërsa në hadith është Sheikh Albani rahimahullah, në hadith ka qenë, domethënë muhadithi më i madh i këtij shekulli që kaloi. Është pyetur, thot, çka mendoni për një njeri i cili kur mundohet që ta vlerësojë një person, pra është puna kur e vlerëson një person, filan personin, i përmend vetëm disa gabime të tij apo vetëm disa anë negative të tij.
Thot në përgjigje ky dietar thot inna hadha min al-ijhafi wal jawr. Kjo është prej zullumit dhe padrejtësisë. Lianna Allah azza wa jall yaqul fi kitabihi, sepse Allahu azza wa jall në librin e tij thot ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, kunu qawamina lillahi shuhada'a bil qist, bëhuni të drejt për hir të Allahut dhe bëhuni dëshmitar të drejt. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu, dhe asesi mos ju dërgoj armiqësia juaj që e keni për një popull, që ju mos jeni të drejt. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, bëhuni të drejt sepse kjo është më afër takvallëkut dhe devotshmërisë. Pastaj thot ky dietar, fetfaja është e gjatë dhe ajo të cilën është me rëndësi të përmendet në këtë rast është, pastaj thot wa amma man arada an yadhkura al-jarh fi al-insan lit-tahdhir mimma qal fi hadhihi al-mas'ala fala ba'sa bihi. Thot nëse don që ta përmend gabimin që e ka bë personi në një çështje, kjo dallon. Thot në këtë rast mund të thuash filan personi ka gabuar në këtë çështje. Mirë po, kur vjen në çështjen që të flasësh për atë person dhe ta vlerësosh atë, pra t'i japësh një vlerësim komplet, atëherë thot duhet t'i përmendish anët pozitive. Pastaj thot nëse anët pozitive të ti janë të mëdhaja, të shumta, atëherë anët negative duhet t'ja gjesh një arsye, sepse kjo vepër negative prej ti nuk është adet i ti, nuk është zakon i ti, andaj gjeja një arsye, apo siç kanë thënë dietarët e selefit, kanë thënë ndotësira kur bjen në det nuk i bën dëm. Pra nëse një njeri ka një det të madh të veprave të mira, mirë po ka ra një ndotësirë në të, ka gabuar në një rast, apo nuk e ka qelluar në një rast, apo në një fjalë të tij, apo në një mendim të tij, atëherë kjo i falet atij, sepse e ka detin e madh të veprave të mira. Dhe kështu thot ky dietar, e jo sikur për fat keq disa prej grupave dhe individëve të cilët nëse e vërejnë se filan personi, filan thirrsi, filan dietari ka gabuar në një çështje që nuk është prej çështjeve themelore dhe bazë të kësaj feje, me njëherë nxitojnë që ta nxjerrin prej menhexhi, apo me njëherë nxitojnë që ta bëjnë bidatxhi filan personin. Kjo nuk është e drejtë, nuk është e drejtë. Ashtu siç ka ekstremizëm në shpalljen e njerëzve qafira dhe nxjerrjen e tyre prej feje, po ashtu ka ekstremizëm në shpalljen e njerëzve bidatxhi dhe në nxjerrjen e tyre prej rrethit të ehlusunetit. Edhe kjo nuk është e drejtë dhe duhet të kemi kujdes që të bëjmë dallim mes vërejtjes që ja bëjmë një person në filan mesele, në këtë çështje ka gabuar, vërejtje ka. Siç kanë disa prej dietarëve vërejtje për imam të mëdhej, për Ibn Haxherin. Thojnë Ibn Haxher al-Asqalani rahimahullah ka gabuar në filan çështje, apo Imam Neveviu ka gabuar në filan çështje. Mirë po, kur ta shikosh për shembull Imam Dhahabiu, kur flet për këta dy në përgjithësi, kur i jep pra një vlerësim komplet këtyre dy dietarëve, thonë këta janë hafizat më të mëdhej, dietarët më të mëdhej të kohës së tyre. Dhe i anashkalon atë gabim të vogël apo atë mos qëllim në një mesele që e kanë bërë, pra nuk e kanë qëlluar në një mesele. Ndodh kjo, nuk ka njeri perfekt, e aq më tepër nuk ka as dietar që mund t'ja qëllojnë në 100% të meseleve, sepse çështjet e fesë janë të shumta, dija është e madhe dhe padyshim se çdo dietar do të gabojë në ndonjë çështje. Andaj dietarët në këtë sferë janë të drejtë. Kur vjen çështja te meselja thon ka gabuar. Mirë po kur vjen çështja te personi si person, atëherë e shohën nëse shumica e veprave të tij janë të drejta, shumica e fetvave të tij janë tamam si duhet, atëherë thon ky është imam i madh, ky është dietar i madh, ky është prej dietarëve të ehlusunetit e kështu me radhë. Pra duhet kemi kujdes nga teprimi, qoftë në tekfir, po qoftë edhe në shpalljen e njerëzve bidatxhi, apo në nxjerrjen e njerëzve prej rrethit të ehlusunetit. Dobia e dytë që e nxjerrim nga kjo ndodhi është
se muslimani është thirrës në hajër, thirrës në të mirën dhe e ndihmon të mirën, edhe në qoftë se del nga dikush që nuk është musliman. Muslimani e ndihmon të mirën. Nëse për shembull ndonjë prej jo muslimanëve merr iniciativë që të përmirësohen kushtet në shkollat, që të respektohen të drejtat njerëzore nëpër shkolla, që ato femra që dëshirojnë të shkojnë në shkolla me shami ta kenë këtë mundësi dhe mos ty cenohet, kjo e drejtë. Nëse qoftë edhe ai që është jo musliman e merr këtë iniciativë, është musliman, jo musliman, mirë po është i drejtë. Dhe e sheh se këtu po ju bëhet zullum. Nëse ai e merr këtë iniciativë, muslimani duhet ta ndihmojë. Muslimani duhet ta ndihmojë, sepse muslimani çdo herë e ndihmon të mirën, po qoftë ndonjëherë, qoftë nëse buron edhe nga ata që nuk janë prej tyre. Dhe kështu ndodhi edhe me pejgamberin alayhis salam. Sikur kjo çështje të ishte gabim, Allah subhanahu wa taala nuk do ta linte që ai të prezantojë në këtë mexhlis. Ashtu siç e ka mbrojtur Allah subhanahu wa taala pejgamberin alayhis salam nga adhurimi i idhujve, ashtu siç e ka mbrojtur nga pirja e alkoolit, ashtu siç e ka mbrojtur nga marrja pjesë në ahengjet dhe tubimet në të cilët dëfreheshin mushrikët e Mekës dhe të rinjtë e Mekës me femra, me lakuritësi, me këngë dhe me alkohol, Allahu e mbrojti nga gjitha këto të këqija, sikur edhe ky tubim të ishte diçka e keqe, Allahu do ta mbronte prej kësaj. E pjesëmarrja e tij në këtë tubim, e pastaj lavdrimi i tij këtij tubimi dhe thënia e pejgamberit alayhis salam se sikur kjo të ndodhte edhe në Islam, unë do të merrja pjesë, kjo tregon se muslimani e ka të lejuar që të bashkangjitet qafirave në ndonjë vepër që është e hajrit. E ka të lejuar që të bashkëpunoj me qafirat në largimin e sherrit dhe në afrimin dhe në shtimin e hajrit. Dhe kjo mund të ndodhë. Mos thoni se nuk mund të ndodhë. Mund të ndodhë. Sepse nëse qafiri nuk e bën këtë vepër për hir të Allahut dhe për ta fituar xhenetin, mund që interesat e kësaj bote ta çojnë atë deri te kjo e mirë. Mund që interesat e kësaj bote ta dërgojnë atë qafir deri te kjo e mirë. Andaj duhet kemi kujdes e mos të shpejtojmë pra në paragjykimin dhe në kritikimin e disa prej dietarëve, të cilët janë pjesëmarrës në disa gjëra që ndodhin në botë, mirë po e kam për qëllim pra që ta paksojnë të keqen. Siç ndodhen disa protesta në botën arabe kundër zullumit që bëhej prej disa prej udhëheqësve të tyre. Dietarët morën pjesë në këtë dhe e përkrahën këtë, sepse e panë se është vepër e mirë, është vepër e hajrit, dhe e panë se rezultati do të jetë inshallah e hajrit, do të shtohet hajri, do të shtohet e mira, do të lirohen rrugët e davetit. E kështu me radhë, pra raste të ndryshme kur muslimanët kanë marrë pjesë për ta paksuar një të keqe apo për ta shtuar të mirën. Thot Ibn Kaimi rahimahullah në Zadul Maad, pasi që e përmend këtë si rast, thot innal mushrikin wa ahli al-bid'i wal fujur wal bughat wal zalama. Nëse mushrikët, bidatxhit, mëkatarët, zullumqarët, idha talabu amran yu'adhimuna fihi hurmatan min hurumatillah, nëse kërkojnë një çështje që ka të bëj me ndonjë çështje fetare, prej çështjeve që Allah subhanahu wa taala i don, ujibu ilehi, ju përgjigjemi atyre dhe marrim pjesë në këtë. Wa uinu alehi, dhe ju ndihmojmë atyre në këtë, sepse është për qëllim një vepër e mirë, një vepër e dobishme. Fe ju awanuna ala ma fihi ta'dhimu hurumatillah, la ala kufrihim wa baghihim. Thot, ndihmohet edhe nëse ata kanë veprat këqija, kanë kufër, kanë mëkate. Mirë po thot, ne ju ndihmojmë në kufirin e veprave të mira. Përderisa bëjnë vepër të mirë,
marrin iniciativë për një punë të mirë, ne i ndihmojmë në këtë rast. Ndërsa kur marrin pjesë në vepra të këqija, ne nuk ju ndihmojmë atyre. Pra bashkëpunojmë, mirë po në korniza të fesë Allahu subhanahu wa taala. Nëse është hajër, bujrum, e keni ndihmën tonë. Nëse është sherr, ne jemi kundër kësaj. Dhe kjo duhet është një rregull i përgjithshëm gjeneral që duhet jetë me çdo kënd. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa", bashkëpunoni në vepra të mira dhe në devotshmëri. "Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan", dhe mos bashkëpunoni në vepra të këqija dhe në armiqësi. Thot Ibn Kaimi, ju ndihmojmë atyre në vepra të mira, ma lem yatarattab ala iyanatihi ala dhalika al-mahbub maqbudun lillahi a'zam minhu. Thot ju ndihmojmë në këtë vepër që Allahu e don, përderisa nuk dërgon ndihma jon atyre në këtë vepër, në një vepër që është e keqe më e madhe se kjo e mirë. Pra duhet të analizohet çështja. Nëse ti ndihmon atin këtë vepër të mirë dhe nuk ka pasoja të këqija që janë më të mëdha se kjo e mirë, atëherë ju ndihmon atyre. Mirë po nëse ndihma jote në këtë vepër të mirë shkakton pasoja negative më të mëdha se kjo vepër e mirë, atëherë nuk ju ndihmon atyre. Dhe thot Ibn Kaimi pastaj: "Wa hadha min adaqil mawadi wa as'abiha", dhe kjo është prej meseleve më precize dhe më të rënda. "Wa ashaqqiha 'ala an-nufus", dhe më e vështira në shpirtrat e njerëzve, sepse në këtë rast nuk mund të jep gjykimin se është hajër kjo, a ka hajër më të madh apo sherr më të madh, vetëm se ai i cili ka dituri dhe ai i cili din t'i baraspeshoj gjërat dhe t'i analizoj gjërat ashtu siç duhet. Dhe me kaq po e përfundojmë këtë kapitull që kishte të bëj pra në lidhje me marrveshjen e quajtur Hilful Fudul, që ndodhi në kohën e xahiljetit dhe në të cilën mor pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash do të futemi në një kapitull 3 e që ka të bëj me martesën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Khadijën bint Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijë bint Khuwailid ishte një grua e ndershme, një grua prej një familje të ngritur dhe pasanike në Mekë, dhe merrej me tregti. Mirë po për shkak të nderit të saj nuk merrej direkt me tregti. Pra kishte para dhe lejohet që gruaja të ketë para dhe të ketë mallin e saj, dhe lejohet që të merr pjesë në tregti me mallin e saj. Mirë po shikoni kjo femër edhe në xahiljet, për shkak të nderit të saj dhe mos dëshirës së saj që të përzihet me burra të huaj, nuk mori pjesë direkt në tregti, po mori pjesë në mënyrë indirekte. Andaj merrte njerëz të cilët e njihnin tregtin, u besonte mallin atyre, dhe kur ktheheshin pra me tregti, me kryerjen e kësaj detyre të tregtisë, kur ktheheshin zakonisht shkonin në Siri, në Sham, e merrnin mallin dhe ktheheshin përsëri në gadishullin arabik. Kur ktheheshin prej atje, kjo grua u jepte shpërblimin dhe u jepte një pjesë të merituar për këtë punë të kryer. Mirë po nuk shkonte vet deri atje dhe vet ta bënte këtë vepër të tregtisë për shkak se nuk kishte dëshirë pra që të përzihet me burra të huaj. Andaj i ra rasti kur e mor vesh besnikrinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e mor vesh sinqeritetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kur e mor vesh drejtësinë e tij, e angazhoi një shërbëtor të saj që quhej Mejsera dhe e dërgoi që t'i ofroi Muhamedit alayhis salam të shkoj në Sham dhe të bëj tregti për këtë grua. Dhe kështu edhe ndodhi. Pejgamberi alayhis salam së bashku me këtë të ri që quhej Mejsera u drejtua për në Sham dhe me sukses e kreu këtë mision të tregtisë. Kur u kthye ky
ky shërbetor i cili e pas sjelljen e mirë të pejgamberit alayhis salam dhe virtytet e larta të cilat i kishte ai, e lavdroi shumë tek Hatixhia dhe familja e saj. Andaj historianët, gjithsesi dietarët e sirës, i kanë përmendur dy versione rreth martesës së Hatixhes me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Disa kanë thënë se Hatixhia ishte ajo që e shprehi këtë si dëshirë dhe si propozim. Disa të tjerë kanë thënë se ishte prej njërit prej familjarëve të saj, gjithsesi xhaxhait të saj. Sidoqoftë, padyshim se kjo ka ndodhur me pëlqimin e Hatixhes dhe xhaxhai i saj shkoi dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i dha kët ofertë. Xhaxhai i saj, i cili quhej Amr ibn Asad, i dha kët ofertë që të martohet me këtë grua fisnike të pasur dhe të ndershme. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pranoi këtë ofertë. Dhe këtu dietarët e kanë përmendur si dobi se lejohet që familja e femrës ta ofrojë vajzën e tyre në mënyrë indirekte tek një njeri virtytet e mira të cilit janë të njohura për ata. Dhe kështu ndodhi edhe me Omer ibn al-Khattabin radiallahu anhu. Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu vajzën e tij Hafsën i ofroi Uthmanit radiallahu anhu që të martohet me të. Mirë po Uthmani radiallahu anhu u arsyetua se nuk kishte mundësi në atë kohë. Pastaj i ofroi Ebu Bekrit radiallahu anhu që të martohet me të. Mirë po edhe Ebu Bekri nuk kishte mundësi që ta bënte një gjë të tillë në atë kohë dhe në atë rast. Atëherë i ofroi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Muhamedi alayhis salam e pranoi Hafsën si grua, pra bijën e Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu. Dhe nuk ka asgjë të keqe nëse një njeri i ndershëm e propozon pra një familjare të tij për dikënd. Kuptohet në suaza të indirektes, mos të jetë shumë indirekte dhe mos të jetë pra në mënyrë që do t'ja cenoj nderin atij antarit të familjes së tij apo të familjes së ndonjë të afërmi apo të ndonjë shokut. Tash do të përmendim diçka mbi vlerën e Hatixhes radiallahu anha, sepse janë transmetuar hadithe nga pejgamberi alayhis salam që e tregojnë vlerën e kësaj gruaje. Transmetohet nga Buhariu dhe Muslimi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khairu nisaiha Maryam bint Imran wa khairu nisaiha Khadija." Pejgamberi alayhis salam ka thënë: gruaja më e mirë në kohën e saj ka qenë Maryemi, nëna e Isaut. Dhe gruaja më e mirë në kohën e saj ka qenë Hatixhia, pra gruaja e tij. Dietarët në lidhje me këtë hadith, disa kanë thënë se është për qëllim gratë më të mira në gjithë botën janë Maryemi dhe Hatixhia. Disa kanë thënë gratë më të mira në kohën e tyre. Maryemi ka qenë gruaja më e mirë deri në kohën e Hatixhes. Pastaj Hatixhia është gruaja më e mirë në kohën e saj dhe pastaj. Sidoqoftë, kjo e tregon se Hatixhia radiallahu anha konsiderohet një prej grave më të mira të gjitha kohrave dhe një prej besimtareve me iman më të fortë dhe një prej grave të cilat do të jenë në vendet më të larta në Xhennetul Firdaus. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Aisha radiallahu anha thuhet kështu: thot Aisha radiallahu anha, nuk kam xhelozuar në asnjërin prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashtu siç kam xhelozuar ndaj Hatixhes. Edhe pse thot unë nuk e kam takuar atë, sepse ajo vdiq para se të martohej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Aishën radiallahu anha. Thot: wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha dhabaha ash-shat yaqul arsilu biha ila asdiqai Khadija. Thot pejgamberi alayhis salam e kishte
për zakon që kur të therte kurban ndonjë dele, ndonjë dash apo ndonjë kurban tjetër të thoshte, e ndonte një pjesë të mishit dhe thoshte dërgojani shoqeve dhe miqve të Khadijës radiallahu anha. Edhe pse pasi që kishte vdekur, pasi që kishte vdekur Khadija radiallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i respektonte dhe i nderonte të afërmit dhe shoqet dhe të njofshmit e Khadijës radiallahu anha. Atëherë thot unë i thash pejgamberit alayhis salam, Aisha thot i thash pejgamberit alayhis salam, Khadijë, pra në formë çuditëse, pyetje në formë çuditëse. Pse Khadijës, pse shoqeve të Khadijës? Atëherë thot pejgamberi alayhis salam më tha, inni qad ruziktu hubbaha. Me të vërtet Allahu ma ka bërë risk që ta dua shumë atë grua. Pra kjo ishte shkak që Aisha radiallahu anha shumë pra xhelozonte ndaj Khadijës radiallahu anha. Dhe kjo është normale te gratë, pra nuk është diçka për të cilën qortohen. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, të cilin e transmeton Imam Muslimi, thuhet kështu: Eta Gjibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah hadhihi Khadija qad atatka ma'ha ina fihi idamun aw ta'amun aw sharab. Thot Ebu Hurajra, erdh Gjibrili alayhis salam një ditë tek pejgamberi alayhis salam dhe i tha, dhe këtë e ka dëgjuar për pejgamberit alayhis salam që i ka treguar pra për vlerën e kësaj. Dhe i tha pejgamberit alayhis salam, tash do të hyj Khadijja me një enë në të cilën ka ushqim dhe diçka për të pirë. Fa idha hiya atatka faqra alayha salam min rabbiha. Kur të arrijë, thot ajo, jepi thot selam nga Zoti i saj. Pra thuaj se Allahu po të dërgon selam. Dhe kjo është një nder i madh për një njeri në këtë botë që Allahu subhanahu wa taala t'i dërgoj selam atij. Faqra alayha salam min rabbiha azza wa jall wa minni. Jepi selam thot prej Zotit të saj dhe prej meje. Wa bashirha bi baytin fil janna min qasab. Thot dhe përgëzoje me një shtëpi në xhenet prej margaritarëve. La sakhaba fiha wala nasab, në të cilën nuk do të ketë lodhje e as mundim. Pra Khadija radiallahu anha është një prej të përgëzuarve me xhenet që në këtë botë, dhe kjo padyshim e tregon vlerën e madhe të kësaj gruaje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Hajeri rahimahullah, komentuesi i Sahihut të Buhariut, thot: "Wa mimma ikhtassat bihi", dhe prej gjërave me cilën është veçuar kjo grua, sabquha nisa'i hadhihi al-umma ila al-iman, është se ajo është e para prej femrave të këtij umeti që ka besuar. Fasannat dhalika li kulli man amana ba'daha, dhe kjo thot e ka vendosur këtë tradit për çdo femër që beson pas asaj. Fejekunu leha mithle ejrihinna lima thabat, andaj thot asaj do t'ju tagoj një shpërblim për këtë, sepse është e para grua që ka besuar, asaj do t'i tagoj një shpërblim për këtë, sepse thot është vërtetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: men sanna sunnatan hasana, kush e vendos një tradit të mirë, falahu ajruha wa ajru man amila biha, ati do t'i takoj shpërblimi i saj dhe shpërblimi gjithë atyre që do të veprojnë si pas saj. Andaj thot ky dietar se kjo grua pra shpresohet dhe do të ketë shpërblim të gjitha grave që kanë besuar pas saj, pra do të ketë një hise të shpërblimit nga të gjitha gratë që kanë besuar pas saj, sepse është e para që e ka bërë këtë vepër. Ndërsa thon dietarët, i pari prej fëmijëve që ka besuar është Aliu radiallahu anhu. Ka qenë fëmijë, ende nuk ishte hyrë në moshën madhore. Dhe i pari prej burrave që ka besuar, prej atyre që kishin hyrë në moshën madhore, është Ebu Bekri radiallahu anhu. Andaj thot Ibn Hajeri, edhe për Ebu Bekrin radiallahu anhu shpresohet kjo
që besimi i gjithë besimtarëve tjerë dhe shpërblimi i tyre për këtë t'i shkojë një hise Ebu Bekrit, sepse ishte i pari që veproi një vepër të tillë. Dhe kjo argumentohet edhe me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje kur e tregon ndodhinë e Habilit dhe Kabilit, kur Kabili e vrau vllaun e tij Habilin për shkak të asaj xhelozisë dhe inatit që e kishte në zemrën e tij. Thot pejgamberi alayhis salam, thot çdo kush që do ta vret një njeri deri në ditën e gjykimit, mëkat, një pjesë e mëkatit do t'i shkojë edhe Kabilit. Një pjesë e mëkatit do t'i shkojë edhe Kabilit për shkak se ai ishte i pari që veproi këtë vepër të keqe. Tash si zakonisht do t'i përmendim disa dobi që i nxjerrim prej kësaj që e cekëm deri më tani. Dobia e parë është mendjeprehësia e Khadijës radiallahu anha, e cila për tregtinë e saj e zgjodh një njeri besnik, dhe e cila u martua me një njeri të ndershëm dhe besnik, edhe pse ishte në moshë më i ri se ajo. Pra, ajo që e shikoi Khadija radiallahu anha në këtë rast është besnikëria dhe ndershmëria dhe drejtësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të njëjtën gjë e bëri edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur e zgjodhi gruan e tij, e zgjodhi sepse ishte e drejtë, besnike dhe e ndershme, edhe pse ajo kishte disa vite më shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa kanë thënë 15 vite ishte më e madhe, disa 10 vite, pra nuk është 100% e sigurt se sa vite. Ajo që është më e njohur tek dietarët e sirës është se i ka pasur 15 vjet më shumë. Pejgamberi alayhis salam i ka pasur 25 vjet, ndërsa Hadixha 40 vjet. Mirë, po nuk është e vërtetuar me zinxhir të vërtet. Ajo që dihet sigurt është se ka qenë më e madhe se ai. Mirë, po sa vite sakt nuk dihet sakt. Sidoqoftë, pejgamberi alayhis salam pra në këtë rast çka e shtyu që ta zgjedh këtë grua? Ishte besnikëria e saj, drejtësia e saj. Ishte pra sjellja e mirë dhe përvoja e mirë që e kishte me të. Andaj thuhet se një njeri erdhi tek Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu. Erdhi një njeri tek Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu dhe dëshmoi për diçka. Mirë, po Omeri radiallahu nuk e njifte. Dhe i tha, kush të lavdron ty? Sillma një njeri që e njoh, i cili do të dëshmoj se ti je njeri i mirë, sepse unë nuk të njoh. Atëherë erdhi një njeri dhe i tha, unë e njoh, ja Omer, ky është njeri i mirë. Atëherë Omer ibn al-Khattabi i tha, a ke udhëtuar me të? Tha jo. Tha, a ke bërë tregti me të? A ke pas pra shkëmbim parash me të? Ti japish para dhe ai të ta kthej ty? Thot, jo. Atëherë i thot Omeri radiallahu anhu, i thot, Wallahi alladhi la ilaha illahu ma ta'rifuhu. Pasha atë Zot tjetër pos të cilit nuk ka, dhe askush tjetër pos të cilit nuk meriton të adhurohet, ti nuk e njeh atë si duhet. Ti nuk e njeh atë si duhet. Andaj Khadija radiallahu anha, për shkak se ishte grua e mençur, edhe pse kishte dëgjuar për besnikrinë e pejgamberit alayhis salam dhe për drejtësinë e tij dhe i pëlqeu si njeri, pra e mori që të bënte tregti me të dhe të vërtetohej vetë për besnikrinë e tij, për drejtësinë e tij dhe për sinqeritetin e tij, para se t'ia ofronte martesën atij sallallahu alaihi wasallam. Dobia e dytë që nxjerrë është pra, siç e potencuam edhe më herët, se lejohet që gruaja t'i propozoj dikujt, ajo pra t'ja propozoj martesën e para ose ndonjë prej antarëve të familjes së saj. Dhe kemi një rast në Kur'an që e vërteton këtë, që ka ndodhur me
të dërguarin e Allahut Musën a.s. Kur shkoi në Medjen dhe u largua prej faraonit dhe sepse friksohej prej zullumit të tij, ju ndihmoi atyre dy vajzave që t'i mbushinin ato enët që i kishin me ujë prej bunarit. Pastaj ato vajza ja përmendën këtë babait të saj, i cili ishte plak, dhe për shkak se ishte plak, ato dy vajza kishin dalë që të mbushnin ujë dhe kështu arsyetuan para Musait, kur i thatë, pse pritni ju? Ato i thanë, jemi duke pritur që të largohen barit prej bunarit, pra nuk u afruan sepse kishte burrat huaj aty. E para dhe e dyta i thanë, babai ynë është plak, andaj nuk ka mundësi që të merr ujë prej bunarit për ne, për këtë shkak ne erdhëm. Pra edhe kjo e tregon se ato kishin arsye dhe tregon nderin e tyre që e kishin. Atëherë ato ja përmendën babaj dhe i thanë e pam një njerë besnik dhe të fort, i fort sepse i ndihmoi, e pan fortësinë e tij, ndërsa besnikrinë e tij e pan sepse nuk i shikoi dhe nuk u mundua që shumë të bisedonte me ato, dhe kishte pra besnikri, ishte i ndershëm. Atëherë baba i saj i tha njërës prej atyre vajzave, i tha thirreni këtë njeri. Dhe i tha atë që na tregon Allahu subhanahu wa taala për të në Kur'an, se ka thonë, qale inni uridu an unkihake ihda ibnatay hatayn. I ka thonë Musait a.s. unë dëshiroj që të martohesh me njërën prej dy bijave të mia. Ala an ta'jurani 8 hijaj. Mirë po, mehri i tyre është që të punosh tek 8 vjet, 8 vite, pra të punosh tek unë. Fa in atmamta 10 fa min indik. Edhe nëse i plotson dhe i bën 10 vjet, kjo do të jetë mirësi prej teje. Mirë po, kusht për mua është që të rish 8 vite tek ne, sepse ai nuk ishte birr, nuk ishte djalë, andaj kjo ishte e nevojshme për të. Wa ma uridu an ashqa alejk, dhe unë nuk dëshiroj që të ta vështirësoj gjendjen ty, se tajiduni insha Allahu minas salihin, do të më gjesh insha Allah se jam prej njerëzve të mirë. Dhe kjo ndodhi, Musa a.s. e pranoi martesën me njërën prej dy bijave të këtij njeriu të urtë dhe të mirë. Po ashtu si që përmendëm se Omer ibn al-Khattabi, pra vajzën e saj, i afroi Uthmanit radiallahu anhu, i afroi Ebu Bekrit dhe pejgamberit a.s. dhe pejgamberi a.s. u martua me të. Mirë po, duhet kemi kujdes si që cekëm që t'jetë oferta mos t'jetë direkte, po t'jetë indirekte. Sepse mund të shkaktoj mendim të keq tek ai njeri, tek ai njeri, sidomos në këtë kohë kur paragjikimet janë të shumta. Dobia e tretë që e nxjerrim nga ky kapitull dhe nga këto mësime që i morëm deri tash, është se në këtë martesë kemi mësim ne për rëndësinë e zgjedhjes së gruas së mirë, për rëndësinë e zgjedhjes së gruas së mirë për burrin dhe të burrit të mirë për gruan. Të dytë pra duhet të kenë kujdes se me kënd do të martohen. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha atakum men tërdojnë khulukahu e dinahu fazawwijuhu. Thot kur të vi dikush me sjelljen dhe me fen e të cilit jeni të kënaqur, thot martojeni atë. Pra kur të vi dikush një njeri i ndershëm, i sjellshëm dhe fetar që ta kërkoj vajzën tuaj, martojeni thot atë. Illa taf'alu, sepse nëse nuk veproni kështu, të kun fitnetun fil ard wa fasadun arid, do të ketë fitnet madhe në tokë dhe shkatrim të madh. Dhe nuk e humbën rinia nderin e tyre vetëm se pasi që i vënuan martesat e tyre, vetëm pasi që e neglizhuan këtë këshill të pejgamberit alayhis salam, i cili thotë: ja ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. O ju djem të ri, kush ka mundësi, le të martohet.
Andaj dietarët thonë se martesa është e pëlqyer që në kohë të re normalisht për atë që ka mundësi. Po ashtu prej dobive që i nxjerrim është se në këtë marrëdhënie martesore burri duhet që ta kryej pjesën e obligimit dhe detyrës së tij, dhe gruaja po ashtu duhet ta kryej pjesën e obligimit dhe detyrës të saj. E asnjëri prej tyre nuk duhet që të jetë i padrejtë, duke e neglizhuar punën e vet, mirë po duke kërkuar prej palës tjetër që obligimet e veta t'i çoj deri në fund. Ibn Uthaymini rahimahullah kur i komenton 3 ajetet e para të surës Mutaffifin, e cek një dobi shumë interesante. Thot Allah subhanahu wa taala në fillim të kësaj sureje: "Wailul lil mutaffifin", mirë për ata që mangu masin e peshojnë, edhe alladhina idha ktalu ala an-nasi yastawfun, të cilët kur peshojnë diçka për veten e tyre, e peshojnë tamam ashtu siç duhet. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, mirë po kur e bëjnë të njëjtën pesh për dikën tjetër, pra në momentin kur ata e blejnë mallin, kujdesen që ta peshojnë si duhet. E kur e bëjnë për dikën tjetër, atëherë mundohen që të mangësojnë dhe mos ta peshojnë si duhet. Pra që të mangësojnë në peshim. Thot Ibn Uthaymini kur e përmend këtë, thot: "Dhe ky shembull të cilin e përmend Allahu subhanahu wa taala ka të bëj me peshimin dhe me tregtinë." Ky shembull të cilin e përmend Allahu subhanahu wa taala ka të bëj me peshojën dhe me tregtinë. Dhe kjo është vetëm si shembull që e ka sjellur Allahu subhanahu wa taala. Kjo është vetëm një shembull të cilin po e sjell Allahu subhanahu wa taala. Mirë po thot bëhet analogji me këtë me të gjitha veprat tjera të ngjashme si kjo. Pra krahasohen me këtë dhe e kanë hukmin apo dispozitën e njëjtë si kjo. Andaj thot, se cili që kërkon prej palës tjetër, që ai t'ja jep hakun në mënyrë të plot, mirë po, në anën tjetër ky nuk ja jep hakun atij në mënyrë të plot, se cili që e vepron këtë thot, hyn te ky ajet. Dhe kërcënimi i këtij ajeti e kaplon këtë. E këtë po e përmendim si argument se pejgamberi alayhis salam dhe Khadija ishin shembull më i lartë se si burri dhe gruaja të dytë e plotësojnë pjesën e tyre të obligimeve që i kanë. Pjesën e tyre të obligimeve që i kanë. Dhe nuk lejohet që burri të mangësojë në obligimet e tij ndaj gruas, e pastaj të kërkojë prej saj që ajo t'i kryej komplet. Nëse dëshiron vllai i dashur që ajo t'i kryej obligimet e saj ndaj teje komplet, atëherë kujdesu që edhe ti pjesën tënde të obligimeve ta kryesh komplet, sepse përndryshe të kaplon ky ajet dhe të godet ky kërcënim prej Allahut subhanahu wa taala, sepse atëherë pra ti po ke standarde dyfishta, po peshon me 2 peshoje të ndryshme. Kur vjen puna që ti ta kryesh pjesën e obligimit tënd, ti nuk po e kryen si duhet. Mirë po, kur vjen puna që të kërkosh qoftë nga gruaja, qoftë nga ortaku yt në tregti, qoftë nga punëtori yt që e ke në pjesëmarrjen tënde, atëherë ti po e kërkon komplet. Pra duhet kemi kujdes që ta japim atë me cilën obligohemi në mënyrë komplete, e pastaj të kërkojmë prej tjerëve detyrimet që i kanë ndaj nesh në mënyrë komplete. Dhe thamë se pejgamberi alayhis salam dhe Khadija radiallahu anha janë shembull më i mirë në këtë. Si shembull veç po e përmendim se kjo do të vi, pra hadithi që e ceki Aisha radiallahu anha, se pejgamberi alayhis salam një pjesë të kurbanit e ndante special për shoqet dhe fisin e Khadijes radiallahu anha. Si nder, pra paramendoni, obligimin për të e kishte kryer me vdekjen e saj. Pejgamberi alayhis salam e kishte kryer obligimet që i kishte ndaj saj. Mirë po, ai
nga vetë vullneti I tij edhe pas vdekjes së saj vepronte vepra me të cilën e tregonte për kushtimin e tij ndaj Hadixhes radiallahu anha. Dhe shembulli prej Hadixhes, pejgamberi alayhis salam në Ramazan e kishte zakon që të vetmohej në shpellë. Hadixha radiallahu anha ja përgatitte ushqimin dhe ja dërgonte nëpërmjet dikujt atje. Pastaj kur I erdhi shpallja, pejgamberi alayhis salam u friksua shumë, sepse ishte diçka që nuk I kishte ndodhur më herët. Atëherë Hadixha luajti rolin më të madh në qetësimin e pejgamberit alayhis salam dhe në ngushëllimin e tij. Tha, la wallahi la yukhzik Allahu abadan. Tha, jo vallahi mos u frikso se Allahu nuk do të nënçmoj ty asnjëherë, sepse ti ke krejt cilësitë e mira që kërkohen prej një njeriu. Këto pra janë vetëm si një shembull, dhe ai I cili dëshiron ta shohë se si duhet të sillet burri me gruan dhe gruaja me burrin, shembullin më të mirë e ka tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tek gratë e tij, nënat e besimtarëve radiallahu anhunna ejma'in. Dhe për në fund po e përmendim shkurtimisht sepse nuk do të ndalemi që ta ndotim këtë mexhlis me fjalët e poshtra dhe idiotike të armiqve të Islamit, të cilët thonë se pejgamberi alayhis salam është martuar me gra për ndonjë interes tjetër. Nuk do ta zgjatim shumë këtu, mirë po rasti I martesës së tij me Hadixhen radiallahu anha dhe mos martesës së tij gjatë jetës së saj me ndonjë grua tjetër përveç saj e tregon se pejgamberi alayhis salam nuk ka qenë qëllimi kryesor I tij shfryerja e epshit, sepse e mori një grua që ishte disa vite më e madhe se ai, ishte më e vjetër se ai pra në moshë. Pra e shikoi nderin e saj, besnikrinë e saj, fisnikrinë e saj, drejtësinë e saj. Dhe këtë e din çdo njeri I madh që e ka studiuar jetën e këtij njeriu të madh. Dhe siç thon muslimanët në një fjalë të urtë të tyre, la ya'rifu al-fadla li ahlihi illa ahla al-fadl. Nuk ja din vlerën atyre që kanë vlerë, pos ata njerëz që kanë vlerë. Dhe shihe njerëzit e mëdhej gjatë historisë njerëzore, asnjëri prej tyre nuk ka pasur fytyrë që ta cenoj dhe ta kritikoj pejgamberin alayhis salam këtë drejtim. Dhe për këtë shkak nuk do të ndalemi shumë në këtë, sepse akuzimet e tilla janë të pabaza dhe qesharake për çdo njerin që e njeh sadopak këtë burr të madh dhe e din se nuk ka qenë qëllimi I tij kryesor kjo. Shihe pra, në dy raste atij po I ofrohen për martesë. Omeri radiallahu anhu ja ofroi vajzën e saj. Hadixha radiallahu anhu familjarët e saj I ofruan martesën me të. Pra nuk ka qenë pejgamberi alayhis salam njerë të cilin e mbisundon epshi dhe njerë epsharak, sepse sikur të donte ta bënte një gjë të tillë do ta bënte. Mirë po, gratë shumta të pejgamberit alayhis salam kanë qenë për një urtësi të madhe që t'u mësojnë fen grave muslimane, pra që të jenë shembull se si duhet njeri të sillet me të. Dhe nuk I takon asnjë njeriu që ka nder dhe vetë respekt që ta potencoj këtë aspekt të ndonjë njeriu të madh, asesi. Po kjo e tregon jo ndershmërinë e armiqve të Islamit, saqë futen edhe në çështje në të cilat njerëzit e mëdhej nuk futen. Asnjëherë njerëzit e mëdhej nuk I përmendin gratë ndonjë njeriu të madh, apo nuk vendojnë pikpyetje se pse është martuar me këtë e nuk është martuar me atë. E nuk vendojnë pikpyetje se pse ka marrë 2, 3 apo 4 gra. Asnjëherë njerëzit e mëdhej nuk e bëjnë këtë, po këtë e bëjnë vetëm pronarët e shfrenimeve dhe shturjeve më të mëdha, për të cilat jemi dëshmitar për çdo ditë. Me kaq po e përfundojmë, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ويموت في شفق الصباح دجاه